Ka momente në jetë kur një burr beson se gjithçka më në fund do të ndryshojë. Kur Mateo Rivas fitoi llotarin, ai mendoi pikërisht këtë. Pas vitesh pune si punëtor ndërtimi i mbuluar me pluhur dhe lodhje çdo ditë, fati më në fund kishte trokitur në derën e tij. Mendimi i tij i parë nuk ishte të blinte një shtëpi të re, as një makinë luksoze dhe as të udhëtonte në përboll. Mendimi i tij i parë ishte shumë më i thjeshtë, të kthehej në shtëpi dhe t'u jepte prindërve të tij jetën që ata gjithmonë e kishin merituar. Por kur Mateo mbërriti në fshatin e tij të vogël pranë Guadalajaras, zbuloi diçka që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Prindërit e tij nuk jetonin më në shtëpinë e tyre. Dhe kur më në fund I gjeti, ata ishin ulur në tokën e një stalle të vjetër, me një kovë përpara, duke ngrënë ushqim për lopët. Atë ditë, Mateo kuptoi diçka të rëndë. Varfëria e prindërve të tij nuk ishte një aksident. Ishte rezultat I një tradhtie brenda vetë familjes së tij. Ndonjëherë tradhtia më e dhimbshme nuk vjen nga armiqt, por nga gjaku I. Dielli I pasdites binte mbi rrugën me pluhur që të çonte në fshatin e vogël San Mateo del Valle. Pas pothuajse 8 orësh vozitje, Mateo Rivas më në fund pa tabelën e vjetër prej druri ku shkruaj mirë se vini. Ai buzëqeshi. Kishin kaluar vite që kur nuk ishte kthyer për më shumë se disa ditë. Jeta e kishte çuar larg, punë të vështira, qytete të ndryshme, kantier ndërtimi ku pluhuri dhe zhurma ishin pjesë e përditshme e jetës. Por këtë herë ishte ndryshe, shumë ndryshe. Në xhepin e xhaketës mbante një copë letre të vogël të palosur që kishte ndryshuar jetën e tij, një bilet llotarie fituese. Mateo ende e kujtonte momentin kur e dëgjoi në radion e kamionçinës së tij në një pompë benzine. Në fillim mendoi se kishte dëgjuar gabim. Por kur kontrolloi përsëri numrat, duart filluan t'i dridheshin. Ai kishte fituar. Jo miliona të egzageruara si në historitë e televizionit, por mjaftueshëm që prindërit e tij të mos shqetësoheshin më kurrë përpara. Pikërisht për këtë ishte kthyer. Nuk kishte telefonuar dhe nuk kishte lajmëruar askën. Donte të shihte fytyrën e babait të tij kur t'i tregonte lajmin. Ernesto Rivas kishte punuar gjithë jetën në diell, duke kultivuar tokën që ja kishte lënë babai I tij. Ishte një burr krenar dhe me pak fjalë. Mateo gjithmonë kujtonte diçka që ja I thoshte kur ai ishte fëmijë, një burr vlen për atë që mbron. Dhe Ernesto kishte mbrojtur familjen e tij për dekada të tëra. Tani ishte radha e Mateos të kujdesej për ta. Kamionçina hyri ngadalë në fshat. Rrugët dukeshin të njëjtat, shtëpi të ulta, pemë të vjetra dhe aroma e tokës së ngrohtë që gjithmonë ndiej pas ditëve, por diçka dukej ndryshe. Kur kaloi pranë dyqanit të vogël në qendër, Mateo vuri re se disa njerëz po e shikonin me habi. Një burr I moshuar ngriti dorën. Mateo, je ti? Mateo ndaloi kamionçinën dhe zbriti. Ishte Julin, një mik I vjetër I familjes. Sa kohë ka kaluar, tha ai. Julin e shikoi për disa sekonda, sikur të mos dinte çfarë të thoshte. Babai yt do të ishte shumë I lumtur të shihte. Mateo u vrejnë. Do të ishte? Burri hezitoi dhe pastaj hodhi syt nga rruga që dilte nga fshati. Ka kohë që prindërit e tu nuk jetojnë më në atë shtëpi. Një ndjenjë e ftohtë I përshkoi shpinën Mateos. Si është e mundur? Pse? Julin shmangu shikimin. Është një histori e gjatë. Mateo vështroi rrugën që të çonte drejt shtëpisë ku ishte rritur. Shtëpia ku nëna e tij mbillte lule çdo pranverë. Shtëpia ku babai I tij kishte kaluar gjithë jetën duke punuar tokën. Ku janë atëherë? Pyeti ai me zë të ulët. Julin pshërtiu. Do të ishte më mirë ta shihje me sytë e tu. Mateo u kthye në kamionçinë. Fjalët e Julin vazhdonin t'i jehonin në mendje, prindërit e tu nuk jetojnë më në atë shtëpi. Ai voziti ngadalë nëpër rrugën kryesore të fshatit. Çdo cep sillte një kujtim. Pema ku kishte luajtur si fëmijë. Fusha e vjetër ku kishte mësuar të gjuante topin. Kisha e bardhë ku nëna e tij ndiste qirin çdo të diel. Por diçka ishte gabim. Njerëzit e shikonin me një shprehje që Mateo nuk arrinte ta kuptonte plotësisht, një përzierje keqardhjeje dhe sikleti. Kur kaloi pranë një shtëpie, një grua që po pastronte oborrin ngriti kokën. Ishte Marta, një fqinje që e njihte prej vitesh. Mateo ndaloi. Mirëmbrëma, Marta. Ajo buzëqeshi me nervozizëm. Mateo, sa kohë ka kaluar? Po kërkoj prindërit e mi, tha ai. Më than diçka të çuditshme.
Gruaja ndaloi së pastruari. Sytë e saj lëvizën shpejt nëpër rrugë, sikur të kishte frikë se dikush mund t'i dëgjonte. Gjërat kanë ndryshuar pak këtu. Mateo ndjeu një ny në stomak. Ku janë? Ajo hezitoi. Babai yt nuk jeton më në shtëpi as në tokë. Atëherë ku? Gruaja uli zërin. Janë në stallën e vjetër. Mateo mendoi se kishte dëgjuar gabim. Stallën? Ajo pas rrugës së lumit. Ai qeshi nervozisht. Jo, duhet të jetë një keqkuptim. Prindërit e mi nuk do të jetonin kur atje. Por Marta nuk tha asgjë. Heshtja e saj ishte përgjigjja më e qartë. Mateo u kthye në kamionçin dhe u nis drejt rrugës së lumit. Zemra po i rrite gjithnjë e më shpejt. Rruga që çonte te stalla e vjetër ishte pothuajse e mbuluar me barë të thatë. Mateo e njihte mirë atë vend. Kur ishte fëmijë, babai e merrte shpesh atje për të ushqyer kafshët e një fqini. Por tani gjithçka dukej e vjetër dhe e braktisur. Ai ndaloi kamionçinën disa metra larg stallës. Ndërtesa prej druri ishte e shtrembër, me dërasa të thyra dhe një çati të mbuluar me llamarina të ndryshkura. Nuk mund të jetë e vërtet, murmuriti ai. Mateo zbriti dhe hyri brenda. Drita e perëndimit ndriçonte dobët brendësinë. Në fillim nuk pa asgjë. Pastaj dëgjoi një zhurmë të vogël metalike. Ai bëri disa hapa përpara dhe i pa. Prindërit e tij ishin ulur mbi 2 kuti të vjetra druri. Ernesto dukej shumë më i dobët se sa e mbante mend. Këmisha e tij ishte e konsumuar dhe duart i dridheshin ndërsa mbante një lugë të vjetër. Carmen kishte kokën ulur. Përpara tyre ishte një kovë metalike. Mateo u afrua dhe atëherë kuptoi. Brenda kovës kishte një përzierje gruri dhe ushqimi për bagëtil. Luga ra nga dora e Ernestos kur ngriti kokën. Mateo, për një moment askush nuk lëvizi. Çfarë po bëni? Pyeti Mateo me zë të dridhur. Carmen u përpoq ta mbulonte kovën me një copë pëlvure. Nuk është ajo që duket. Por Mateo e kishte parë tashmë. Po hani këtë? Ernesto u përpoq të ngrihej. Vetëm për të kaluar ditën. Mateo ndjeu një val zemërimi dhe dhimbje që i përvëllonte kraharorin. Kush e bëri këtë? Ernesto uli kokën. Nuk ja vlen të flasim për këtë. Por Mateo nuk do ta linte me kaq. Ai doli nga stalla dhe shikoi drejt shtëpisë së vjetër të familjes. Nga oxhaku dilte tym. Dikush jetonte aty, dhe në atë moment një figurë u shfaq në derë. Kur Mateo e njohu, zemërimi i tij u bë edhe më i madh. Ishte Izabela, motra e babait të tij. Mateo eci drejt shtëpisë me hapa të vendosur. Çfarë bën këtu? Pyeti ai. Izabela buzëqeshi ftohtë. Jetoj këtu. Kjo është shtëpia e babait tim. Ishte. Mateo ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Çfarë do të thotë kjo? Izabela hyri brenda dhe u kthye me një dosje. Këtu janë dokumentet. Mateo pa firmat dhe vullat. Babai yt ma shiti shtëpinë 6 muaj më parë. Mateo tundi kokën. Babai im nuk do ta shiste kur këtë shtëpi. E bëri, tha ajo me një buzëqeshje të ftohtë. Dhe ishte ideja ime. Mateo shtrëngoi grushtat. Çfarë i bëre? I ofrova ndihmë për disa borxhe. Babai im nuk ka borxhe. Aq sa di ti. Pastaj ajo tregoi drejt stallës. Nëse nuk të pëlqen ku jetojnë tani, ndoshta duhet të kishe ardhur më herët. Fjalët e saj e goditën Mateon sigur. Por diçka nuk kishte kuptim. Ai e dinte shumë mirë baban e tij. Ernesto nuk do ta kishte shitur kur tokën me dëshirë. Dikush e kishte mashtruar. Dhe Mateo ishte i sigurt se ai person qëndronte pikërisht përballë tij. Kur u kthye në stallë, qielli kishte filluar të errësojë. Ai u ul pranë prindërve të tij dhe foli me një zë më të qetë. Fola me Izabelën. Ernesto uli kokën. Duhet të më thuash të vërtetën. Pas një heshtjeje të gjatë, babai i tij foli. Ajo erdhi disa muaj më parë. Tha se kishte disa dokumente për tokën, diçka nga komuna. Na kërkoi të firmosnim. Dhe ju firmosët? Ernesto pshertiu. I besova. Është motra ime. Mateo shtrëngoi dhëmbët. Ajo ju mashtroi.
E di tani, tha Ernesto me zë të lodhur. Mateo u ngrit në këmbë dhe pa drejt shtëpisë në distancë. Kjo nuk do të mbetet kështu. Baba I tij u përpoq ta ndalonte. Nuk duam probleme. Por Mateo tunte kokën. Ky tashmë është një problem. Ai ishte I vendosur të zbulonte të vërtetën dhe të kthente gjithçka që familja e tij kishte humbur. Diego ngriti kokën, por tha se kishte diçka që Mateo nuk e dinte. Mateo e shikoi drejt në sy dhe I kërkoi ta thoshte. Diego hezitoi për disa sekonda dhe pastaj futi dorën në xhaketë. Mateo u tendos nga instinkti, por Diego nxori vetëm një zarf të vjetër. Ai e mbajti me kujdes dhe tha se kishte qenë në shtëpi ditën kur gjyshi I tij kishte firmosur ato dokumente. Mateo ndjeu se zemra I rrite më shpejt dhe e pyeti çfarë kishte ndodhur. Diego gëlltiti pështymën dhe shpjegoi se nëna e tij nuk I kishte shpjeguar asgjë gjyshit. Mateo u vrenjt dhe tha se këtë gjë ata tashmë e dinin, por Diego tundi kokën dhe shtoi diçka që e la Mateon plotësisht të ngrirë, ajo e kishte kërcënuar. Heshtja ra mbi rrugë. Mateo pyeti ngadalë si kishte ndodhur kjo. Diego mori frym thellë dhe shpjegoi se ajo I kishte thënë gjyshit se nëse nuk firmoste, do të telefononte bankën për të kërkuar një borxh të vjetër që baba I Mateos kishte pasur shumë vite më parë. Mateo shtrëngoi grushtet sepse e dinte që ai borxh ishte paguar prej kohësh. Zemërimi filloi të vlojë brenda tij. Ai kuptoi se gjithçka kishte qenë një gënjeshtër. Diego pohoi me kokë dhe I zgjati zarfin Mateos. Ai shpjegoi se nëna e tij e kishte mbajtur atë në zyrën e saj. Mateo e mori zarfin dhe pyeti çfarë ishte. Diego u përgjigj me zë të ulët se ishte kopja e dokumentit origjinal para se të regjistrohej. Mateo e hapi ngadalë zarfin. Brenda kishte disa fletë dhe kur pa faqen e parë, syt ju hapën nga surpriza. Në dokument kishte diçka që mund të ndryshonte gjithë çështjen, firma e babait të tij ishte e papërfunduar. Mateo pothuajse vrapoi përsëri drejt zyrës së avokatit Don Ricardo Salgado. Qielli ishte errësuar kur ai shtyu derën prej druri, kambana e vogël ra dhe avokati ngriti kokën nga tavolina. Ai tha se mendonte që Mateo tashmë kishte shkuar në shtëpi. Mateo nuk u përgjigj, ai vetëm vendosi zarfin mbi tavolinë dhe I kërkoi ta shikonte. Avokati mori dokumentin dhe filloi ta lexonte me kujdes. Heshtja mbushi dhomën ndërsa sytë e tij kalonin ngadalë mbi çdo rresht. Mateo qëndronte në këmbë përballë tij me zemrën që I rrite fort. Ai shpjegoi se Diego kishte thënë që nëna e tij kishte kërcënuar baban e tij për ta detyruar të firmoste. Pas disa çastesh, avokati u ndalte një pjesë e dokumentit dhe u përkul më afër letrës. Ai tha se ishte shumë interesante. Mateo ndjeu një rrezë shprese dhe e pyeti çfarë kishte zbuluar. Don Ricardo I tregoi pjesën e poshtme të dokumentit. Firma e Don Ernesto Rivas ishte aty, por diçka nuk shkonte. Linja e mbiemrit ndalej papritur, sikur dora të ishte ndalur para se të përfundonte. Mateo pyeti çfarë do të thoshte kjo. Avokati e vendosi letrën mbi tavolinë dhe shpjegoi se kjo nënkuptonte që firma mund të vijej në dyshim. Mateo habi dhe tha se megjithatë firma ishte aty. Don Ricardo tundi kokën dhe tha se jo domosdoshmërisht. Ai u ngrit dhe shkoi te një raft I mbushur me dosje. Ai shpjegoi se në shumë raste ligjore një firmë e papërfunduar mund të tregojë presion, ndërprerje ose manipulim. Mateo ndjeu që zemra I rrite edhe më fort. Ai pyeti nëse kjo do të thoshte se kontrata nuk ishte e vlefshme. Avokati u kthye me një dokument tjetër dhe tha se ende nuk mund ta thoshte me siguri, por kishte diçka shumë të rëndësishme. Nëse mund të provojë se Don Ernesto kishte firmosur në nkërcënim, e gjithë kontrata mund të anulohej. Për herë të parë që nga kthimi I tij në fshat, Mateo ndjeu një shpresë të vogël brenda vetes. Ai pyeti nëse kjo do të thoshte që ende mund ta rimerrnin shtëpinë. Don Ricardo pohoi me kokë, por shtoi se kishte edhe diçka tjetër për të menduar. Nëse do ta sulmonin ligjërisht menjëherë, tezja e Mateos, Isabela Rivas, do ta kuptonte se ata po përgatiteshin për diçka. Mateo heshti për një moment dhe pyeti çfarë duhej të bënin. Avokati u përkul përpara dhe tha se duhej të prisnin. Ata duhet të prisnin deri në momentin kur ajo të besonte se kishte fituar. Mateo shtrëngoi grushtet ndërsa Don Ricardo përfundoi me një buzëqeshje të lehtë. Atëherë do ta demaskonin përpara gjithë fshatit. Natën, Mateo u kthye në stallën e vjetër ku prindërit e tij po jetonin. Një llamb e vogël ndriçonte brendësinë me një dritë të zbehtë.
Nëna e tij, Carmen Rivas, ishte ulur pranë një kutie druri ndërsa babai i tij, Ernesto Rivas, po rregullonte disa batanie të vjetra në tokë. Kur Mateo hyri, ata ngritën kokën. Nëna e pyeti nëse kishte folur me avokatin. Mateo pohoi dhe u ul përballë tyre. Ai u tha se ende kishte një mënyrë për ta rregulluar situatën, por nuk do të ishte e shpejtë. Ernesto duke i shqetësuar. Ai tha se nuk donte probleme me motrën e tij. Mateo uli syt për një moment dhe pastaj i ngriti përsëri. Ai tha se ajo që kishte bërë Izabela nuk ishte një gabim, por një mashtrim. Babai i tij pëshertiu dhe tha se ajo ishte ende motra e tij. Mateo e dinte se nuk kishte kuptim të debatonte në atë moment. Ai vetëm kërkoi pak kohë. Prindërit e tij e pyetën për çfarë. Mateo shikoi drejt errësirës jashtë stallës dhe tha se duhej ta linin Izabelën të besonte se kishte fituar. Ai shpjegoi se nëse ajo mendonte se askush nuk do ta ndalte, do të përpiqej të shiste gjithë tokën që kishte mbetur. Dhe pikërisht atëherë do të bënte gabimin që u duhej. Prindërit e tij nuk e kuptuan plotësisht planin, por vendosën t'i besonin. Megjithatë ata nuk dinin diçka shumë të rëndësishme që Mateo e mbante sekret. Në xhepin e xhaketës ai kishte ende biletën e lotarisë që kishte fituar. Pak ditë më vonë, fshati u mbush me njerëz për festën tradicionale të Korjes. Në shesh kishte muzikë, ushqim dhe tavolina të gjata ku fqinjet bisedonin. Por atë ditë kishte edhe një arsye tjetër pse njerëzit ishin mbledhur. Lajmi se Izabela kishte filluar të shiste tokën familjare ishte përhapur kudo. Pranë burimit të sheshit, Izabela qëndronte e rrethuar nga disa njerëz. Ajo kishte veshur një fustan të kuq elegant dhe fliste me krenari. Ajo tha se shumë shpejt e gjithë ajo tokë do të kishte pronar të rinj. Në atë moment një zë i qetë u dëgjua pas turmës. Mateo po afrohej ngadalë drejt saj. Bisedat u shuan dhe shumë njerëz u kthyen për ta parë. Mateo u ndal përballë saj dhe tha se kishte dëgjuar që ajo po shiste tokën e babait të tij. Izabela qeshi me përçmim dhe tha se babai i tij ja kishte shitur asaj. Mateo nuk ngriti zërin. Ai vetëm pyeti pse kishte kaq shumë nxitim për ta shitur nëse gjithçka ishte kaq e ligjshme. Një murmuritje kaloi nëpër turm. Izabela u përpoq të ruante qetësinë, por në atë moment Don Ricardo Salgado doli përpara me një dosje në dorë. Ai shpjegoi se kishte një problem me firmën në kontratë. Turma filloi të fliste me zë të ulët. Mateo tha se kishte edhe dikë tjetër që mund të shpjegonte çfarë kishte ndodhur atë ditë. Ai thiri Diegon. Djali i Izabelës qëndronte pranë një tavoline dhe dukej shumë i zbehë. Pas disa sekondash hezitimi, ai eci drejt qendrës së sheshit. Izabela u përpoq ta ndalte, por ishte tepër vonë. Diego foli me zë që dridhej dhe tregoi se kishte qenë aty kur gjyshi kishte firmosur dokumentet. Ai tha se nëna e tij nuk ja kishte shpjeguar kontratën dhe e kishte kërcënuar me një borxh të vjetër që tashmë ishte paguar. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Njerëzit filluan të shikonin njëri tjetrin me habi. Reputacioni i Don Ernesto Rivas në fshat ishte i madh dhe ideja që dikush ta kishte mashtruar në atë mënyrë ishte e vështirë për t'u pranuar. Don Ricardo ngriti dokumentin dhe shpjegoi se nëse një firmë merret me kërcënim, kontrata mund të anulohet. Ai shtoi se tani kishte dëshmi të mjaftueshme për të nisur një hetim ligjor. Izabela filloi të humbte kontrollin e situatës. Mateo qëndronte i qetë dhe më në fund nxori nga xhepi një copë letër të palosur, biletën e lotarisë. Ai tha se kishte fituar 2 javë më parë dhe se kishte ardhur në fshat për të ndihmuar prindërit e tij. Tani kishte kohën dhe burimet për ta çuar çështjen deri në fund. Fjalët e tij ndryshuan gjithçka. Pak ditë më vonë zyrtarët e komunës erdhën për të shqyrtuar dokumentet. Pas një ore kontrolli ata njoftuan se kontrata do të hetohej dhe çdo shitje e lidhur me tokën do të pezullohej. Përkohësisht prona do t'i kthehej Don Ernesto Rivas. Pas muajsh poshtërimi, familja Rivas më në fund u kthye në shtëpinë e saj. Don Ernesto kaloi ngadalë nëpër obor dhe shikoi çdo cep me emocion. Carmen mbajti dorën e tij dhe tha se nuk kishte menduar kurrë se do të ktheheshin. Mateo i shikonte prindërit e tij me një buzëqeshje të qetë. Ai e kuptoi se fitimi i lotarisë kishte ndryshuar jetën e tij, por ajo që kishte rikthyer vërtet ishte diçka shumë më e vlefshme, dinjitetin dhe respektin e familjes së tij.